Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku me gjurmët për ta nisur edhe javën bashkarisht, ndërsa sot, ndryshe nga temat që kemi realizuar javët e fundit, do të fokusohemi tek procedurat estetike. Kemi dëgjuar vazhdimisht për botoksin dhe filerin, këto procedura estetike që nuk kërkojnë shumë invazione, të them operacione kirurgjikale, janë bërë shumë të shpeshta kohës së fundit, janë trende estetike që i shohim të jenë të pranishme në mbar botën. Nëse deri tani kemi parë që të tilla procedura më shumë janë përdorur nga ata që kanë qenë më në moshë për të minimizuar ato efektet e plakjes, tashmë e shohim se po i përdorin gjithkohë. Edhe pse një pjesë e shoqërisë janë kundër, një pjesë tjetër janë pro, sot do të shohim se si duhet të jetë një proces, si duhet të aplikohet botoksi dhe fileri në mënyrën adekuate. Për të diskutuar për këtë çështje, kemi kënaqësinë sot të kemi në studio Jona Muharemi, estetiste. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën e dashur. Është privilegj që jem këtu prapë për zyti herë, një studio mjaft e rehatshme dhe komode. Shumë faleminderit për ftesën. Jona, shumë kënaqësi edhe për ne. Di që e ke një ditë të ngjeshur çdo ditë dhe gjen kohën gjithmonë që të jesh e pranishme këtu në studio për t'i dhënë edhe shikuesve një pasqyrë të duhur mbi gjërat që bën dhe i bën në mënyrën më të mirë. Atëherë ta nis me një përshkrim më të përgjithshëm mbi atë që ndodh sot me tregun në Maqedoninë e Veriut. Sa ka kërkesë për të tilla procedura? Përmenda që në mbar botën janë të pranishme kur më shumë se sot. Një pjesë e shoqërisë nuk duan të dinë për to, pjesa tjetër janë shumë të inkuadruar në to. Si e sheh ti procesin në Maqedoninë e Veriut? Po, patjetër, do me thënë, tash koha e sotme, do me thënë si jashtë vendit edhe tek ne, shumë ka kërkesë, sidomos gjeneratat e reja. Vajza prej mos të 17-18 vjeçare, po disa vinë edhe me lejen e prindërve që të vinë t'i bëjnë ato ndryshimet e vogla. Ndoshta kjo është bë për arsye se rrjetet sociale kanë ndyguar goxha shumë, për arsye se shohin dhe duan të krahasohen me persona të caktuar, po mendoj që tregu tash shkon edhe pak sa nga naturaliteti, për arsye se i shohim këto trendet të cilat janë më lëkure pastër, buz pak më të vogla, apo me një konturim të butë, edhe pse kërkesa është rritur goxha shumë kohëve të fundit. E kemi parë të ndodh kjo, nëse më parë kemi parë më shumë në vendet e jashtme, tash në Maqedoninë e Veriut edhe në rajon ka filluar të jetë një diçka shumë normale. Më përpara kemi dëgju për të tilla procedura, kemi qenë pak të tërhequr kur kemi dëgju për to, sot dhe kemi shumë të normalizuar. Here e shëndetshme, here pa shëndetshme, po kemi shumë për të diskutuar më vonë për këtë aspektin social. Të na thuash si ndryshon teknika e aplikimit të botoksit nga filerat. Shumë shpesh njerëzit i përzinë këto të dyja, i fusin me një kuti, në fakt janë dy gjëra krejt të ndryshme. Po, këto për herë kur i theksojmë botoksi fileri sikur janë një e vetme, po këto mekanizma ndryshojnë, sepse janë shumë të ndryshme prej njëra tjetrës. Përdoren për punë të ndryshme, ta themi më qartë. Do me thënë, botoksi është ai që paralizon muskulaturën, në atë mënyrë relakson, ta them më saktë, duke bërë të mundur që mos kemi shumë mimika të cilët parandalojnë shfaqjen e rrudhave në zonat të caktuara, kurse fileri, ose kryesisht acidi hyaluronik, përdoret për modelim, do me thënë për konturim, për mbushje, për volum. Do me thënë e kam punën të ndryshme, po edhe pse të dyja bashkë, kur veprojnë, e japi një rezultat shumë bukur. Natyral, prap jam duke folë vetëm për naturalen, të mos e egzagjerojmë më shumë. Se një periudhe kemi parë këtë trendin e aspektit më të egzagjeruar të këtyre ndërhyrjeve të vogla estetike, buzë shumë të fryera, mollza shumë të theksuara, tashmë njerëzit po i përdorin ato vetëm për t'i nxjerrë në pa ndoshta bukurinë e tyre. Po, më përpara, kur vishin pacientët sa më të mëdhaja të duken më shumë se i kanë bërë, kurse tash shkritun natyral, po, le të jetë një konture, let, po mos vrehet shumë, më natyrale, edhe ka shumë tash punoj me shkrirje të acidit hyaluronik, enzim që shkrin acidin hyaluronik, po, me hyaluronidazen, po. Për cilën ka kërkesë më shumë Jona, botoksin apo filerin? Se tash që po themi më shumë ka pëlqejmë edhe prej gjeneratave të reja, besoj nuk është shumë e nevojshme për to që të kenë nevojë të përdorin botoks. Tash gjeneratat e reja, nëse flasim vajzat e reja, sidomos tash maturantet, ose këto zakonisht shkojnë me fryrjet buzëve, me filler, me acid hyaluronik, kurse moshat më të mëdha kryesisht shkojnë me botoks për arsye sepse veç se janë shfaq rrudhat edhe pse janë vonë për t'i minimizuar ato. E këtë e kam dëgju shpesh si një dilemë tek gratë më në moshë ndoshta, edhe nëse rrudhat janë më vetëse të paraqitura, është
okej nëse ato vazhdojnë që të vendosin botox, apo Nëse nuk e bën vetëm punën se e ka vet? rruth në zonën e caktuar, botoksi nuk do e mbuloj atë vijën, po vetëm do e bëj të mundur që mos të lëviz muskulatura dhe mos të kryojsh mimika, po rrudha do ngele tek vendi ku është. Kurse nëse rrudha është bërë goxha, atëherë patjetër është që të mbushet, të jepet volumi me acid hyaluronik, do me thënë kombinimi i të dyjave. Pra botoksi vetëm bën atë parandalimin e shfaqjes së rrudhave tjera. Cilat zonat fytyrës konsiderojnë më delikate për të tilla ndërhyrje ndoshta? Atëherë, më delikate do të thoja janë zonat të cilat kanë një strukturë vaskulare apo nervore më afër, ato strukturat të cilat janë më afër syrit periokulare, apo regioni hundës, apo i buzëve. Këto janë pak më delikate dhe ndonjë devim i vogël mund të çojë deri në një pasiguri tek pacientët apo ndonjë rezultat jo aq të kënaqshëm. Mirëmbajtja në anën tjetër është një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm kur vjen puna për të tilla ndërhyrje, për shkak se nuk është që i bën një herë dhe mbarove punë, ato janë të përjetshme. Sa shpesh rekomendohen trajtimet e vazhdueshme për të mirëmbajtur edhe ruajtur atë që ke bërë, punën që ke bërë? Patjetër, trajtimi nuk përfundon vetëm në momentin kur e përfundoj procesin edhe pacienti largohet, por ajo patjetër trajtimi përfundon edhe me mirëmbajtjen. Patjetër që pacienti ta mirëmbaj qoftë acidin hyaluronik apo qoftë botoksin, mirëmbajtja është shumë e rëndësishme, sepse në rast se pacienti me njerë pas aplikimit të botoksit apo acidit hyaluronik shkon në sauna apo në solarium, gjët që këto i kontakt direkt me diellin, ndoshta mund të bëj që të shkrihet, të absorbohet më shpejt. Por unë kur vin pacientët, çdo herë i rekomandoj që ta bëjnë shembull, botoksi e ka efektin prej 4 deri në 6 muaj, kurse acidi hyaluronik prej 6 deri në 12 muaj, varësisht prej vendit ose ku është injektuar. Për botoks them 1 ose 2 herë në vit, kurse acidi hyaluronik, varësisht sa sasi është vendosur, do me thënë çdo herë u rekomandoj që vendosin sasi më të vogla, por më shpesh me acidin hyaluronik. Jo me njëherë të vendosin një sasi shumë të madhe, pastaj ajo ndoshta edhe mund të migroj, çdo herë kur vin unë i rekomandoj më mirë më pak edhe të vish më shpesh, sesa ta vendosësh sasien e madhe pastaj të shkoj në ndonjë vend ku nuk duhet. Që t'jetë një proces më gradual, po, më gradual, të duket me një trajtshme, ndoshta. A ka kufi në aplikimin e këtyre procedurave, për shkak se mund të vi një person tek ti edhe të kërkon diçka shumë, sa do ta pranojë, ku është limiti? Patjetër që ka kufi dhe patjetër që duhet të ketë kufi, ne si profesionist duhet t'i vendosim ato kufit. Qoftë edhe nëse pacientët e kanë një kërkesë që po të lutem bëma, unë jo. Më mirë do ta refuzoj një kërkesë të tillë sa të shkoj, sepse çdo person e ka të karakteristikën e vete në fytyrë që i bën të dallueshëm dhe nuk dua që bëj diçka që nesër pacienti të ndjehet jo i sigurt me veten apo të jetë shfaqet i pakënaqshëm për rezultateve që do t'i ketë prej klinikës tonë. Si shmanget e gjithë kjo procedura e teprimit? Se prap dikush mund t'jetë më ta do në pjesë dhe ti e pranon ndoshta deri në një sasi, po si shmanget edhe si e bën atë marrëveshjen me pacientin që të kuptohet që kaq është limiti? Atëherë patjetër kur vin pacienti, çdo herë unë pika e parë që pyes ta ka informat një herë për acidin hyaluronik apo për botoksin, për çfarë teknika do të përdoren, a e din se çfarë do të bëj, edhe mi tregon ai kërkesat e tij pacienti, por unë çdo herë shoh atë strukturën anatomike të fytyrës, se çfarë i takon, çfarë i duhet, edhe jo dale jashtë asaj që është natyrale. Edhe unë i them, kjo është për fytyrën tënde. I bëjmë ato bashkëbisedimet bashkë, ndonjëherë edhe pse janë shumë këmbgulës, unë them jo, unë s'ta bëj, nëse do shkëbon e tjetër kundi se nuk duhet, pastaj dalish i pakënaqur prej nga ne. Sigurisht, ajo është pjesa më e rëndësishme. Edhe ato besoj që binden, kur e shohin atë, po ka tash shumë pacient edhe vinë edhe besojnë punën, edhe thonë, jo, e dish, bëm çka dush ti. Shumë e vërtet, jo ta lënë në duar, ju, motra jote, mamaja, keni një karrierë shumë afat gjatë dhe besoj e keni fituar besimin e njerëzve dhe ato e din sakt se ku. Po jemi një ekip të cilat punojmë shumë, unë motra, edhe nëse nuk jam unë është motra, nëse nuk është motra është mami, tash e kemi edhe nusën e vllaut, e bëjmë një kombinim tash. Edhe del diçka e bukur si gjithmonë. Atëherë jona para se të vazhdojmë tutje me tjera pjesë të diskutimit, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Qëndroni me ne.
Jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, ku po flasim për botoksin dhe fileri, një temë për të cilën flitet vazhdimisht, jo vetëm në vendin tonë, anë mban botës siç e përmenda paraprakisht. Tani do të ndalemi tek siguria dhe kujdesi ndaj pacientit. Dy gjëra për të cilat besoj është rëndësia më e madhe në këto procedura, për shkak se sado kudo kemi prekje në fytyrën e dikujt dhe ke një lloj përgjegjësie se si do të veprosh. Cilat janë rreziqet kryesore që duhet pasur parasysh në të tilla raste? Atëherë, si çdo tretman mjekësor, dhe kjo mund ta quajmë një tretman mjekësor, edhe pse është estetik, i ka rreziqet e veta. Por janë disa rreziqe të cilat janë shumë normale që mund të ndodhin apo të hasen. Pacientët të cilët vetë se i bëjnë për një kohë të gjatë filerin dhe botoksin, i dinë ato jo ta themi rreziqe, por shenjat të cilat mund të shfaqen pas aplikimit të filerit apo botoksit. Në këtë rast shfaqje hematomave, në këtë rast nxirje, skuqje, ndonjë edem, këto janë shumë normale. Rreziqe të cilat me kalimin brenda disa ditëve ato edhe menjanohen hiqen. Do me thënë nuk është që mund të çonë diçka më të madhe. Shiko, teknikat e rregullta nuk çojnë diçka, ndonjë nekroz kur punon me ato strukturat anatomike të cilat nevojiten në vendet ku duhet, në indit sa duhet të shkohet me gjelbërën, nuk shfaqen. Unë flas për raste normale, po tash nëse vin deri në rreziqe më të mëdha, ajo varësisht se ku edhe si aplikohen, krejt në varet. Si mund t'i minimizojmë këtë që i përmende deri më tani, nxirjet, fryrjet? Si mund ndoshta t'i bëjmë që të kalojmë pak më shpejt, ose të mos i lëmë të tash shkojnë ekzistojnë masë të ndryshme, kompresa të ftohta, krejt këto. Jemi duke folë për ato shenjat normale të cilat mund të shfaqen pas aplikimit. Po në raste pak më të vështira, atëherë patjetër që duhet të shkojnë për vende adekuate, të cilat nëse është bërë veç se një nekroz e vendit ku është aplikuar, varësisht si është aplikuar fileri apo botoksin, varet edhe ajo se duhet patjetër të dish strukturat anatomike të fytyrës, se si duhet të injektosh, krejt to me radhë. Sa është e vështirë, sepse fytyra dallon prej fytyrës. A i vren këto dallime kur je duke injektuar? Po, shiko, për mua nuk është as pak e vështirë se jam mësuar tash, nuk është diçka e vështirë që e punoj. Tash fillimet kanë qenë shumë të vështira derisa e mësova, sepse unë në fillim vetëm shikoja mamin tim se ajo ka filluar goxha herët punoj me këto kur edhe ndër të parat mos të them. Po, ndër të parat shqiptare këtu tek ne. Zonjë Mbesa, të cilën e përshëndesim shumë. E përshëndesim mamin prej studios. Edhe vetëm shikoja. Ajo ndonjëherë më thonte po ja provoj të unë, jo, unë vetëm shoh. E kam derisa e pash se si duhet, edhe normal trajnime të shumta kam ndjekur, edhe prej mamit e kam trashëgu, nuk e kam as pak të vështirë tash. Fillimi ka qenë pak më i vështirë të themi. Derisa të marrësh atë guximin për ta marrë përgjegjësinë përsipër. A mund të korrigjojnë rezultatet nëse nuk dalin ashtu siç i pret një pacient? Po, patjetër, acidi hyaluronik dhe para siç e ceka, ekziston enzimi që shkrin, e shpërbën acidin hyaluronik, hyaluronidazën këtë rast, edhe shkrihet buza bëhet ose ventimosat ku është aplikuar acidi hyaluronik, kthehet në formën e mëparshme pas një problem. Brenda një periudhe shumë të shkurt, mund ta shkrish, tash edhe punojmë shumë me shkrirje, pasi që ato çka i kam bë ato më përpara, tash i kthejnë në normale, sepse nuk i duan atë shumë të egzagjeruara. Si menaxhohen komplikimet në praktikën tuaj, për shkak se është normale që në ndonjë rast të ndodhë një komplikim minimal? Sa të shpeshta janë këto komplikimet dhe si menaxhoni? Atëherë, patjetër komplikimet normal që mund të ndodhi, si çdo punë mund të ketë edhe kjo komplikime, po të jenë komplikimet thash në stuazat normales, të mos shkojmë, mua ende nuk më ka ndodhur të kem ndonjë komplikim të bëj ndonjë asimetri, apo të bëj ndonjë, se punoj shumë me kujdes, me shumë përpikmëri, edhe pse i ndjek shumë këto zonat anatomike, edhe pse vetë jam ligjëruese në lëndën anatomisë, edhe jam shumë e përpikt sa i përket kësaj, nuk është që më ka ndodhur ndonjë komplikim aq i madh, po ndoshta me ndonjë pacient që ka pas herë e parë të vi të aplikoj acidin hyaluronik apo botoksin tek ne, edhe nuk i din ato efektet shembull që mund të japin ndonjë hematom apo ndonjë edem, edhe
ka bërë pak panik pacienti më shumë se ç'duhet, ndoshta ç'kët si komplikim do ta cekja, se nuk është që kam pasur ndonjë komplikim më të madh në punë, edhe i menaxhoj, i tregoj, duhet ta bësh këtë, rije qetë, nuk është diçka që nuk kalon për 3 ditë, kthehet në normale, edhe mbas një 2 apo 3 ditëve më shkruajnë, vërtet shumë më pëlqen rezultati. Normal derisa mësohen, sepse çdo fillim është pak më vështirë. Profesionalizmi e ka këtë dhe përvoja bën të veten sigurisht. Nëse të vjen një paciente, të them vi unë tek ti. Vajzë e re që nuk ka bërë ndërhyrje. Çka do të sugjeroje? Tek ti? Hajde, një sugjerim të shohim. E do një sugjerim live këto? Live drejt për drejt. Atëherë, tek ti ndoshta do të kisha shku me mbushjet vijave nazolabiale, që janë dëgjoni rreth hundës. Buzët i ke shumë të bukura vetë, nuk është që ke shumë nevojë për makiazhin ndoshta. Po, ose një baby botox, ndoshta kisha shku që ti parandalojmë ato. Tjetër diçka jo, në rregull je. Ato janë prej buzëqeshjes, besoj, se jam shumë e buzëqeshur edhe shifet. Po janë gjëra që besoj janë minimale dhe nuk marrin shumë. Sa dhëmbin këto procedura? Se kjo është mua më trembin shumë këto pjesa e shiringave, gjilpanat. Hera parë gjithmonë është ajo panika, se dhem shumë, çdo herë jam pak më bërtasin, ju them, po kur vin hera dytë, po pse tash nuk më dhem sikur janë mësue, edhe për bukurinë durojmë shumë ne vajzat. Shumë e vërtet kjo, durojmë sa s'bën. Po, i durojmë ato dhimbjet për bukuri, po tash. A përdorni diçka para procedurave, kam parë që janë disa... Po kemi edhe krema anestetik, edhe spray anestetik që pak ta minimizoj atë dhimbjen, po nuk është që pak i dallon, po janë do pickime të vogla, nuk është ndonjë dhimbja që madhe, pa durueshme. Atëherë Jona, përmendëm të gjithë përvojën tënde që derisa e ke marrë guximin për të bërë këto procedura, të është dashur kohë, të është dashur trajnim, si nga mami, si nga trajnimet të tjera. Sa e rëndësishme është certifikimi edhe trajnimi profesional për të marrë përsipër për t'i bërë të tilla procedura? Në më thënë është shumë e rëndësishme, sepse kjo është një punë që tash zhvillohet goxha shumë, edhe ecën shumë shpejt, edhe vazhdimisht unë ende djeg seminare apo trajnime të ndryshme, sepse çdo ditë del ndonjë teknikë re, ndonjë metodë re, shumë, edhe do me thënë janë shumë të rëndësishme këto, edhe vazhdimisht updateohem, si që tha edhe ti, sepse dua të shkoj me hap me kohën, sepse tash shkojnë krejt nga naturaliteti, dalin edhe shumë për lëkurën, diçka me bazë të acid hyaluronik, po, dalin metodat reja të cilat duhet vazhdimisht të mësosh. Të përditësohesh dhe t'jesh në hap me kohën. Çfarë e dallon një profesionist të mirë në këtë fushë? Se të arrish të kesh emër në këtë fushë, nuk është shumë e lehtë, besoj, se njerëzit duhet të kenë besim të plotë tek ti. Si arrihet kjo? Atëherë, profesionist i mirë, do të cekësha ndoshta një konsult i mirë me pacientin, teknikat, njohja e strukturës anatomike të fytyrës, muskujve, nervave që gjenden në regionin e fytyrës ku aplikojmë. Me thënë, këto e bëjnë shumë pikat kryesore të cilat edhe aplikimi në kushte sterile, tjetë pastër, sasia e materialit që sa do vendosit, cilësia e materialit do e cekja, ka shumë pika të rëndësishme që duhet të ndiqen, që të mbrish maja pak më të larta. Sepse ne, si ordinancë, gjithmonë punojmë me kualitetin, sepse ekzistojnë produkte të ndryshme, po ne gjithmonë shkojmë me atë kualiteti si që vendos edhe te fytyra ime, diçka duhet që pacientët gjithmonë të dalin të kënaqur prej nesh. Edhe tjetë rezultati afatgjat i mirë dhe si që duhet a është pjesa më e rëndësishme. Si zhvillohet një procedurë e sigurt nga fillimi deri në fund? Atëherë patjetër, do e cekin prej momenti që vjen pacienti tek ne. Njëherë e para është që pacienti të di se çfarë vendos. Për mua shumë kryesore pacienti të di se çfarë është filleri, çfarë është botoksi. Jo që unë t'ja tregoj, po ai t'i ketë ato njohuritë veta, pastaj të vi tek unë. Se nuk është që unë vetëm dua t'ja vendosi. Mirë është të jetë i informuar. Pastaj t'i dish ato historinë mjekësore të pacientit, se a ka ndonjë alergji apo jo. Prap do e ceki si shumë herë strukturat anatomike të fytyrës, se një konsult se çfarë do pacienti, çfarë mendoj unë, që ta bëjmë një balans mes të dyjave, pastaj flasim për aplikimin, qoftë acidit hyaluronik apo qoftë botoksit, edhe kjo
e curia shkon kështu, edhe me rëndësi është pastaj që edhe kujdesi pas injektimit. Edhe kjo pjesë shumë Mirëmbajtja e tyre, po. Sepse ndoshta vendosi një sasi shumë të vogël, për shembull e cekin 0.5 mili, edhe presin që ajo t'ju ri shumë gjatë. 0.5 mili është shumë pak për buzët e themi, nëse nuk e përsëritëm brenda 3 muaj. Sepse ajo shkrihet edhe nëse është hera e parë, sidomos, ajo me një herë do të shkoje. Edhe nuk është që unë çdo herë, kur vin pacientët tom, ok, filloj me 0.5, nuk është mirë ta fillojsh me 1, sepse edhe të fryen, syri, shumë buzë të mëdha. Më mirë filloja ngadalë, po të vish pak më shpesh, siç thash edhe më parë, acidi hialuronik rekomandohet sasi më të vogla, por më shpesh të aplikohet. Sa zgjat ky efekti trajtimeve zakonisht? Acidi hialuronik zgjat prej 6 deri në 12 muaj, varësisht prej vendit edhe sasisë që e vendos. Ndoshta ndonjëherë shkon edhe më shpejt, krejt varet edhe prej organizmit se si absorbon atë, kurse botoksi themi prej 4 deri në 6 muaj. Nëse vjen dikush për të korrigjuar diçka që ka bërë paraprakisht, diku ka pas rezultate të këqija, cilat janë gabimet më të shpeshta që i has kur e sheh punën që nuk është bërë siç duhet, edhe si menaxhohen të tilla raste? Atëherë po, ka pacientë të cilët, pacientët jo çdo herë janë të kënaqur, ndonjëherë edhe prej të ne mund të shkojnë dikund edhe e kundërta. Sigurisht, shumë në proces normal. Zakonisht këto do e theksoja pjesën e buzëve më shumë kemi korrigjime, për arsye se ndoshta një sasi më e madhe fillerit për një periudhë më të gjatë kohore, jo që mjeku ose kolegu e ka bërë gabim, po ndoshta pacienti vetëm ka vendosur, pa shkrir as pak, këto janë. Që në komplikimet të cilat po nuk është diçka që nuk rregullohet. Sa e rëndësishme është që pacienti që vjen të jetë informuar paraprakisht për atë që po bën edhe çfarë duhet të di një person para se të vendosë që të kryejë të tilla procedura? Është shumë e rëndësishme. Mu beso më ka ndodhur që edhe nuk kam punuar nëse pacienti s'ka pas informata. Më ka ndodhur kjo vjet me sa mbaj mend. Erdh pacienti edhe kërkonte për botox me sa mbaj mend. Edhe unë fillova t'ia sqaroj duke ditur se ndoshta ka ndonjë informant. Edhe më thot, po çfarë është ajo? Unë ja sqaroj për streti herë, prap nuk e kupton, thash i vëzojnë. Nuk është, unë nuk duhet të bëj diçka që ti nuk e di se çka është. Ma mirë shkon në shtëpi, konsultoju, shife se çka është, pastaj ec një ditë, unë këtu jam, nuk ik. Do ta bëj. Po sot nuk ta bëj, se nuk duhet të vendos diçka që ti nuk e di se çka është, edhe ndoshta këto komplikimet të themi, këto shenjat pas aplikimit të jenë pastaj shumë tragjike për atë, po. Prandaj thash më mirë shkoj informoju, ka tash metoda të shumta, ku dush mund të informohesh, sa i përket sidomos kësaj pjese, vullon rjeti, tash informoju, pastaj ja, unë nuk iki, këtu jam. Jona, këto procedura nuk është se nuk shkaktojnë debat publik vazhdimisht, për shkak se ndikojnë sa do këto në këto standardet e bukurisë që na i paracakton shoqëria dhe na i ndryshon vazhdimisht nga koha në kohë. Mos të them çdo 5 vjet kemi një ndryshim, një trend të ri që njerëzit duhet ta ndjekin për të përshtatur me shoqërinë. Sa po ndikojnë këto procedura në standardet tona të bukurisë që i kemi më tashmë e sa kohë që ka ndryshuar ndër vite? Negativisht, pozitivisht, duhet të marrë mendimin tënd. Këto ndikojnë te standardet e bukurisë pozitivisht. Sidomos tash shkon e fundit do të cek se shkojnë krejt ka aspekti natyral, mua më pëlqejnë këto. Ma përpara kur ishin shumë të theksume këto fillerat të egzagerume, ndoshta ta deformojshin edhe fytyrën, aspektin individualitetin, po. Kurse tash, goxha shumë. Po edhe ka ndiku, thash, edhe në fillim të intervistës edhe rrjetet sociale, sepse shohin edhe duan të krahasohen me individ të caktuar, por kohëve të fundit, goxha shumë ndikojnë. Çfarë këshille do t'i jepje dikujt që bën të tilla procedura për herë të parë, për shkak se ka parë në një rrjet social dikë që duket mirë, ka dëgju prej dikujt, don t'i përshtatet shoqërisë. Unë mendoj se të tilla procedura sa janë negative sigurisht se ta dëmtojnë atë imazhin edhe perceptimin e vetes, janë pozitive kur don të ndryshosh diçka që nuk je rehat me veten edhe e ke shumë të lehtë tash më shumë se kur për të qenë e lumtur me veten tënde. Si do t'i këshilloje të tjerat? Atëherë po ka unë kur vin vajzat e reja, sidomos këto si janë 17-18 vjeçare thon po jo mi mos i prek se miri ke se e re, e prit edhe pak. Po edhe nëse do fillojshin këto
kush e ka për herë të parë aplikimin, gjithmonë do theksoja se shif këndej, mirë është të fillosh me sasi shumë të vogla, me pak, sa i përkasi naturalitetit, të gjejnë ato mjekët profesionist, të shkojnë në vendet të caktuara adekuate, të cilët të aplikojnë fillerat, sepse shumë do në thote nëse të humbet ajo asimetria në fytyr, nëse aplikohet si nuk duhet. Prandaj duhet të kenë kujdes këto sendet kryesore, edhe para se të aplikojnë të kenë njohuri për atë çfarë do aplikojnë. Për atë që do ta bëjnë në fytyrën e vet. Kemi edhe shumë gjëra për të diskutuar, andaj do të shkëputemi edhe një herë për pak minuta publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin tonë. U kthyem përsëri në studio, jemi në këtë pjesë të tretë, kemi edhe disa gjëra për të diskutuar me Jonën për shkak se veç mas këtyre procedurave estetike që Jona kryen, në anën tjetër të njëjtat i zhvillon edhe, të them të njëjtat, profesorisha anatomisë apo jo Jona, në shkollë. Ke punë me nxënës të ri. Ta ndërlidh me temën që diskutuam deri më tani, sa ishe vajzat e reja tash, se është një moshë specifike që ju ligjeron, të interesuara në të tilla procedura. Se përmenda në hyrje, nëse deri më tani, moshatarët më në moshë të them, kanë dëshiruar të ndërhyjnë në pamjen e tyre për shkak të plakjes, tashmë të rejat janë të interesuara për të bërë përmirësime estetike. Se është interesimin e tyre? Se të kanë edhe profesorish edhe i din punën tjetër që bërë? Atëherë po, unë jam ligjëruese në shkollën e mesme të mjekësisë në Gostivar, ligjëroj lëndën anatomi dhe fiziologji, edhe po, nxënësit e mia janë vitipare, dhe janë nga 16 vjetë, kurse ato maturante tash disi kanë pak më një interes më të madh. Shiko profesore, çdo vim te ty, thom jo, nuk ju pranoj unë juve. Studenta. Nuk ju pranoj. Jeni shumë treja, mos i bëni. Zakonisht to ndodhi, po janë goxha të interesuara. Thash, i ndjekin edhe trende ndoshta çka janë për Instagram, TikTok, këto pjesët, po tash nëse me kufi, çdo gjë me kufi, edhe pse janë shumë të reja, ndoshta një prekje shumë e vogël nuk do kisha shku në sasi më të mëdha. Si arrin ta organizosh ditën tënde? Është e vështirë të mbajsh paralelisht këto dy profesione, se të dyja të marrin shumë energji, të konsumojnë, si arrin të organizosh kohën? Është shumë e vështirë, po nuk është vetëm thjesht të organizuar dita ime, ka shumë përgjegjësi. Nga një rani kam pacientët të cilët presin prej meje, nga ana tjetër kam nxënësit të cilët gjithashtu duan të mbrinë në të ardhmen e tyre. Edhe është lehtë që ta gjesh balancën kur ke motiv për të punuar. Jam shumë i du të dy punët shumë. E din atë fjalën që ta adhurosh punën edhe mos punosh më çdo. Edhe pse lodhem shumë, kur shkoj në shtëpi, disi atëherë ndjej lodhjen. Kur jam qoftë shkollë, qoftë në punë, nuk e dalloj këtë pjesën që lodhem shumë. Edhe pse janë shumë punë të përgjithshme të dyja, kërkojnë shumë përkushtim, por nëse i punon me ndershmëri dhe me dinjitet, gjithçka është e menaxhueshme, edhe pse pak e vështirë ndonjëherë. Ku e ke sekretin të na japësh, si e ruan energjinë edhe përqendrimin, se të dyja të marrin energji, po edhe të kërkojnë shumë përqendrim edhe përkushtim? E marr atë se nga të dy anët njerëz të buzëqeshur, këndej pacientët të cilët dalin të kënaqur, këndej edhe me nxënësin, më shoh si një profesoreshe re, i kuptojnë ndoshta pak më mirë edhe prej tyre e marr energjinë. A ka momente kur të bëhet e vështirë kjo balanca, se është një ritëm shumë i shpejt që duhet ta mbash dhe ta kapësh si në këtë anë, si në anën tjetër, është e përditshme? Normal që ka edhe ditë pak më të vështira, se nuk mund këtë ditë të ecin ashtu pozitive si i presim ne të jenë. Ka edhe ditë të vështira, po atë stresin e menjanoj diçka, mundohem të kem pak edhe një qetësim për vete, një kafe me shoqen, edhe kalon diçka. Nga energjia që më jep, nuk dyshoj se të gjithë studentët tu i ke bërë për vete në një mënyrë ose në një tjetër, edhe besoj që shumica prej tyre mbas edhe janë duke na ndjekur momentalisht. Si arritet ta fitosh autoritetin? Se je edhe vajzë e re të them? Po, ato njerëz nuk... Ato, shiko, autoritetin, sidomos kur jenë moshë të re, është shumë vështirë, se nga njëra anë, nuk është se mund ta fitosh autoritetin me dhunë, nuk është që as me forcë, as me të përtitura,
Ajo fitohet vetëm prej asaj se unë i respektoj shumë nxënësit, mundohem edhe t'i kuptoj qoftë në problemet si i kanë, apo edhe në mësime mundohem shumë t'i kuptoj, edhe pse i toleroj, po prap më duan, edhe pse i kanë notat e dobta, nuk e di se pse më duan. Lënda është e rëndë, ato njëherë kur vinë friken pak prej lëndës, pastaj pak edhe prej me, fillimi marr pak si më ashpër. Po beso, herës tjetër kur isha në intervist, ato u zemruan pse nuk na ke përmend neve, prandaj gjekon tash ti përshëndesi. I përshëndesim gjithë që na ndjeken. Atë është bërë mosha e re avantazh apo disavantazh në punën që bën? Si në anën e procedurave që kryen, se kam parë tendencin tek njerëzit nuk kanë shumë besim kur shohin një vajzë të re të merr dhe të intervenon në fytyrën e tyre edhe të bëjë të tilla ndryshime, se është një punë e përgjithshme. Edhe në anën tjetër që e përmenda me nxënës të ri, sa e ketë vështirë? Shif, mosha e re është edhe avantazh, po është pak edhe më e vështirë, sepse duhet të punosh shumë më shumë që të arrish atë besimin, ta ke se po ti mundesh, edhe pse je e re. Edhe përkushtohesh më shumë kur je e re, se sa kur je në moshë, sikur e ke pak më rahat, se ke një eksperiencë. Edhe pse mu, vazhdimisht kërkush nuk beson që i kam tash 30 vjet i bëj muajin tjetër, krejt kujtojnë se jam më e re, edhe kur vjen aty do më bësh për sa vjet ke, ju dukem shumë më e re nga që jam, po tash i ka vështirësitë e veta. Çdo fillim është shumë më i vështirë, po tash jam mësuar disi. Edhe qyteti Gostivarit është shumë i vogël edhe e din tashmë. E ka përit po, për saj. Se në profesionin si mësimdhënëse jam gati 5 vite, kurse në ordinancë... Domethënë ke fillu akoma më e re. Po, atëherë kam qenë e re kur kam fillu në profesion, po. Atëherë Jona, sa shë zhvillim në fushën e estetikës, sa shë interes nga të rejat që do shta marrin inspirim edhe nga puna që bën, për të pasur një rjet edhe më të madh të personave që bëjnë ndërhyrje estetike në mënyrë të ndershme, të certifikuar, të licencuar, sa shë interes edhe zhvillim në këtë fushë? Unë do e cekja prej nxënësve të mi, ato nxënëset, do e thoja si kur përpenden, po më kanë si idol të themi, edhe profesoresh, edhe unë kur do rritëm do bëhem kështu si ti, edhe unë që kështu nisoj, këto nxënëset e reja që ka i shof, më kanë si idol edhe mendoj që çdo kush tash mundon të avancohet, qoftë tash flas për nxënësit këtë rast, por nëse do shkojisha edhe prej aspektit të gjeneratës, disa janë bërë edhe pishmam se nuk kanë shku kështu në drejtime mjekësore, sepse kjo punë evaluon goxha shumë tash. Sigurisht, ka bërë një bum të madh dhe Po, tregu e don, tregu e më kërkon. shumë do rritet në të ardhmen. Nuk kam dyshim. Me këto kërkesa që kemi sot, nuk besoj që na dalin madje Po neve profesionistët që vajzave, kemi në po, fushë. neve vajzave nuk na mbarojnë kërkesat në cilën do aspekt, jo vetëm në këtë. Shumë e vërtet kjo. Jona, për fund një porosi për të gjithë ata që na ndjekin, qofshin të ri, qofshin më në moshë, nga profesioni që kemi. Atëherë patjetër do ju thoja që diçka ta nisin me pozitivitet, ditën ta nisin me pozitivitet dhe të bëjnë atë çka duan të bëjnë, pa mos u ndikuar prej mendimit apo opinionit të rrethit, i cili ndoshta ndonjëherë mund të jetë edhe pak paragjykues. Në këtë rast do e them për aplikimin e fillerave dhe botoksave. Ndoshta çdo gjë që nuk të bën të jesh i kënaqshëm me veten, ndryshoje. Tash kur koha ka shumë metoda, ka pru metoda nga më të ndryshmet për të arrit të dukesh ashtu si don të dukesh. Nëse e ke një kompleks, ndryshoje pa marrë parasysh rrethit. Të bësh atë që të bën të lumtur. Po, më saktë thënë. Jona, të falenderoj shumë për kohën që ndave të jesh sot me ne, edhe për të gjitha gjërat që the, që na tregove se si funksionon edhe si duhet bërë një procedurë nga fillimi deri në fund ashtu siç duhet. Të falenderit shumë edhe të presim çdo herë. Shumë faleminderit.